Zoti Cakani, një ditë më parë u thirr si dëshmitar Taulan Balla në procesin për privatizimin e Sport Klub Partizanit dhe ndërkohë gjykata ka pranuar edhe kërkesën e SPAK-ut për të thirrur si dëshmitar edhe kryeministri Edi Rama, i cili në kohën e privatizimit të Sport Klub Partizanit ka qenë kryetar bashkie dhe ku ka hedhur dhe firmën në atë rast. Ju se shikoni thirrjen si dëshmitar të Edi Ramës, a është një hap që SPAK-u në këtë rast drejtësia mund të shkoj edhe në rastet e tjera për ta thirrur sa i përket çështjeve të korrupsionit që tashmë janë denoncuar në vazhdimsi edhe nga opozita? Shiko të them diçka. Zoti Rama, për të sqaruar dhe ju, Zoti Rama aty nuk thirret nga prokuroria, nga SPAK-u. Është thirrur si dëshmitar i mbrojtjes. Po, i të pandeurët. Ashtu. E para, sepse po të ishte për prokurorinë e posaçme, Zoti Rama do të ishte personi i parë që duhet të ishte thirrur si person që ka dieni që në fazën e parë të hetimeve. Çështja Partizani, unë vazhdoj të them, është çështje e montuar. Për mua aty si pronar që jam, mendoj se pronari ka marrë tokën e tij, ju bë një padrejtësi në vitin 1945, ju mbajt toka 70 apo 80 vite, pronari, unë mbi tokën e pronarit u ndërtuan ca gërmadha që këta e quaj kompleksi Partizani, që për mua është një emër terrorist mes së Tiranës, dhe u shkatërrua, pronari mori tokën. Çfarë do i thuash tani atij, si do t'ja vendimi gjykata? Do i thotë që ti pse ke marrë ti tokën tënde? Se ke zhvilluar ti tokën tënde? Po sa shqiptarë kanë zhvilluar tokën e tyre? Sa shqiptarë kanë zhvilluar tokën e tyre? Pa ma thoni një sekond. Çfarë do t'i thuash atij ti pse ke marrë tokën? Po e mora, tokën time e mora. Po ja supozojmë ne që të gjithë ato i thot Taulan Balla qëndrojnë. Na marrim një moment qëndrojnë. Po çfarë do thuash, çfarë qëndron? Qëndron që ky ka bërë, por është bërë apo, po këto ka marrë, ka vjet tokën apo ka marrë vetëm pronari? Se janë 5 familje atje. Ka marrë tokën e tyre. E çfarë do të thotë pse ke marrë tokën? Po çan këto më, e kupton apo jo? Është akuz kur e mendon një njeri që ka dy parë më në kokë, që nuk vjen nga robëria, nga skllavëria, që kupton çfarë do thotë prona private, që është e shenjtë po deshët ju. Çdo kushtetutë dhe konvent të botës qytetruar është prona private, është e shenjtë. Ka marrë pronën e gjyshit ti që kanë rrëmbyer. Po babai Belindës, gjyshi Belindës 80 vite më parë. Tani e merr nipi tokën, ngre Belinda prapë fut niprin në burg për t'i marrë tokën. Ore, do flasim mirë tani ne apo jo? Sepse po japim shqiptarëve një ushqim të thartuar, more, kupton apo jo? Ngre pse do bëj gjyqje se ka marrë pronari tokën dhe na zgjitur një prokuror plebe, një sklav aty si ai, çaj quaj. Kraja me gjithë atë bujkeshën tjetër Milonaj, edhe stop se ke marrë ti tokën tënde. E mora, më desh qevjër, tokën time e mora. Ja kanë vjetur kujt? Ja. Pse ndërtove? Po më desh qevjër do ndërtoj. Ma dha leje kryetari i bashkisë, thirr kryetarin e bashkisë, që ndërroi destinacionin, më dha leje ndërtimit, më dha leje në sheshit e gjitha. Kryetari i bashkisë ishte Edi Rama. Këta atë që ka dhënë, ka bërë veprime duke thirrë. Edhe duhet të hirohet tani pronari, të vërtetoj tani pronari si ka marrë tokën e tij. Edhe duhet thirrë atë personi i cili ka dhënë lejen. Ore, po që se Edi Rama atere, në 2006, 2007, 2008, sa ka qënë, konstatoj që toka ishte e marrë në mënyrë palishme. Pse dha leje? Pse ndryshoi destinacioni? Pse se denoncoj që atere, a i thosh, këta janë pronar falso, e ka marrë me tokat me pronar falso, si janë pronar. Edhe ngre Taulan Balla e për kallëzim në 2018-19. Po këto janë, o inderuar, kupton, do t'i japim, mos t'i japim njerëzve ushqim të skaduar, sepse kështu po helmojmë dynjan. Është tani ne që jemi pronar, na vjen turp të them jemi pronar, sepse na ngrihen këta palaço si Taulan Balla, bëj kallëzime penale. Se këta palaço nuk janë politikan, këta palaço janë sa clever, nuk e di kush i voton këta, more, kupton apo jo? Si mund të thuash ti pronarit se ke marrë tokën? Është absurditet, mos. Ora kishte SBA, di çfarë do i thoshin? O na fal që ta morëm, urdhove qiran për 80 vjet dhe ta gëzosh tokën, do i thoshin. Edhe në Europë po deshe, që do këta të futen në Europë. Si do futesh në Europë ti? Si do futesh me këtë ligj pronash bolshevik që ke ti?
Ti ka bërë një agjensi atje Edi Rama ka 13 vite si jep kokër, nuk jep një vendim pronarëve legjitim të marrin pronë e tyre. Po a jep gjithë banditëve si investitor strategjik. E tani na kanë nxjerrë dhe pakete male. Ja kjo është e vërteta. Qa të besosh? Qa ti besoj unë të Aulant Ballës ose ju qepë? Qa? Bërë është një mashtrus ordiner, e kupton? Është një mashtrus ordiner. Që as kallëzimi vetë, dje nuk ditë të jepte shpjegime se kish bërë vetë kallëzimi. Ja kish bërë të tjerë. Po, dhe tha që nuk kam dokument në këtë rast. Po s'ka që pse ai, shiko, ai e kallëzimin ai ka marrë ai përgjegjësi për ta dorëzuar në SPAK. Po në fakt ja kanë bërë të tjerët më, e kupton apo jo? Çka kallëzimin do bësh ti thua pronar se ke marrë tokën. Po këto janë të akuzosh Sali Berishën se kanë nxjerrë ligj që ka fituar 500.000 pronar. Po pse ligji personale për Sali Berisha apo siç bën Edi Rama bën ligje personale më. I jep ligj personal për Alabarin, ligj personal për atë fusha, ligj personal për atë, edhe Edi Rama që ka i ndershëm. Ndërkohë që ligji për pronat është ligj që ka prekur mua që po flet ti tani këtu. Ai ligj që ka bërë Sali Berisha, më ka dhënë mua të drejtën që të marr tokën që kanë patur të objektet e zëna nga regjimi komunist, të ndërtuar regjimi komunist. Ja mua këtu. Tani unë çaj bie? Duhet vetë edhe unë ose dhe unë kam i bie të kem korruptuar Sali Berishën. Se çu i bie apo jo? Ja kam thënë SPAK-ut, orajtë marrës tonë se kam korruptuar unë, jo. E kuptoni apo jo? Këto janë, më thënë, të diskutosh procese gjyqësore. Përse ka marrë pronari tokën, unë vetëm te ky SPAK-u shqiptar dhe te gjykatat shqiptare mund të kuptoj. Dhe ta arrestosh pronarin, dhe ta arrestosh, ë? Mirë 45-ën ja more e arrestove, tani i arresto pse e more ti prap tokën. Pra 2 herë arrestim me pronarin. Po lere tani ose këto janë, ore ka humbur nuanca juridike këtu, ju më pyesni mua në juridike, po këtu nuk ka nuanca juridike këtu, se nuk ka logjik juridike. Nuk ka logjik juridike. Kjo është e vërteta. Qa do sot Aulanti? Ore pyetja është, o zotëri, Aulanti ka gënjur ose ata si ishin pronar, kur ka bërë kallëzimin, kanë thënë që kanë vjedh tokën. Doni që ajo ishte tokë e tyre, dhe ishte tokë e refruzuar, u tha është janë shpronsuar, doni që si ishin të shpronsuar. Tani, ai ka bërë kallëzim të rrem. Ai, individ ka bërë kallëzim të rrem, dhe unë po tisha si emra për Maltesi, ban seancës së djeshme, do merja transkriptin e seancës, dhe do t'i bëja kallëzim penal, kallëzim të rrem ati individi. Tani, unë e kuptoj Aulanti vjen nga Aulanti s'ka prona, është familje pa prona. Mund të ketë një trung atje ku është nga Shandea, më falë se dhe ju jeni nga Librazhdi, e s'dua ta anatemoj Librazhdi për keq, kuptohet, ë? Por problemi qëndron që një njeri se kupton do të pronë në private, nuk ka se si të mbroj pronari. Se se kupton do të more, kupton është çështje formimi, çështje o e kjo se ke këtë punë. Dhe urren pronarin pra. Është rritur me frymën e urrëties të pronarit. Dhe vazhdon me atë frymë, pse ta marr pronari, pse zhvilloi pronë në pronari. Ndërkohë që Shqipëri s'ka ngel më bandit, pa marr tokat e pronarit dhe i ka zhvilluar. I ka vjedhur me falso po dëshën. Je sa raste dy në Tiranë të tjera, që kemi denoncuar pa fund. Munë me Tiranës po dëshën. Kanë marr tokën e pronarit, banditët me pushtet, që janë afër Edi Ramës, me falso, edhe kanë ndërtuar. Jo më pronari mos ta marri pronari, se s'do ta Aulanti. Me Edi Ramën, e kuptoni apo jo? Po lere tani se s'ka kuptim to. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe kënaqësi si gjithmonë.